Minatorët e ndaluar nga policia pas përplasjes në protestën një ditë më parë në Spaqë të Mirditës janë lënë të lirë. Ata u mbajtën për rreth 6 orë në komisariatin e Mirditës dhe për 9 prej tyre ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë për kundërshtim të punonjësve të policisë edhe pengim të qarkullimit. Për të njëjtat vepra penale do të ndiqet penalisht edhe një përfaqësuese e Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë, ku materialet përkatëse janë referuar në prokurori për veprime të mëtejshme hetimore, ndërkohë minatorët kanë vijuar protestën edhe gjatë ditës së martë. Shoqërorëve të para të mëngjesit ata janë mbledhur në hyrjen kryesore të minjerës, ndërsa denoncojnë veprimet të dhunshme të policisë. Protestojnë paqësisht, pa eksese, kështu siç na shihni sot. Vjen drejtori turk i firmës, edhe ne e kishim me bllokim. Negociuan ata të policisë, edhe e leju me hyni. Vjen edhe nipi i pronarit, një Ismail, unë ishëm mbes turmës. Në moment që erdhë shefi komisariatit, më cupin këtu, dorën këtu më cup, tha, ty do të tregoj unë. As një dhunim në komisariat, fare, por si kemi hynë fugon, kemi shku këtë paqësisht, dy e tjena kanë lënë dhëmë pritës, marrëm pyetje, cila është arsyeja këne, ju tham, arsyeja është se kompania nuk na njeh si sindikat. Më ka hedhë pandjenja në tokët. Dhe më ka dalë të kopin e gjonit. Ka dalë koska pak në ndonë. Në me zjem shohë, më ka shohë në të orte, më zja ka mërë vetën. Në kanë tërtëru maksimum, në kanë tërtëru me gjithë mënyre. Në kanë futë në policinë ja 5 orë, 6 orë, në kanë shunë në gjykatë, në thonë, jeni për drejtet, për jeni ndjeket penale, për vëtijë ju kapin 3 nene, unë si kuptoj shumë gjane, që në katonore në shkretë, me dhunë me në kanë marë. Kanë përdvërë në dhunën. Ndërkohë, në një deklaratë publike të shpërndarë për mediat, kompania ka sqaruar se është pro dialogut me minatorët, por sipas saj, sindikata që i përfaqëson nuk ka paraqitur dokumentacion të plot ligjor për të vepruar. Gjithashtu, kompania thekson se mandati të kreut të sindikatës, Kol Nikolaj, i ka përfunduar që prej vitit 2024. Shoqëria dënon çdo veprim që synon të anashkalojë procedurat ligjore, si dhe çdo veprim abuziv të përsëritur që pengon punën në minjer, i shkakton dëm ekonomik shoqërisë dhe cënon interesat e vet punëmarrësve që Konfederata pretendon të përfaqësojë. Shoqëria 8 e Albania mbetet e gatshme për dialog konstruktiv dhe social, sapo të paraqitet dokumentacioni plot ligjor dhe të respektohen procedurat e parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Rreth 70 minatorë të minjerës së Spaqit në Mirdit kanë ndërprer punën dhe janë ngritur në protestë që prej datës 8 tetor, duke kërkuar njohjen e sindikatës dhe nënshkrimin e kontratës kolektive të punës, e cila sipas tyre do të garantojë të drejta dhe siguri në vendin e punës.